Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Jeni duke ndjekur lajmet e gjuhës shqipe në televizionin K3. Lidhur me krizën e emigrantëve dhe refugjatëve, presidenti Gjorgje Ivanov dhe mbreti Abdullah e konstatuan domosdoshmërinë e një përgjigje gjithëpërfshirëse. Për të, parakusht e së cilës fillimisht nevojitet ndërprerja urgjente e zjarrit, paqja dhe stabiliteti në vatrat e luftës së lindjes së afërt. Marrëdhëniet miqësore ndërmjet dy vendeve të reflektohen në dialogun politik dhe përmbajtësisht ta pasurojnë bashkëpunimin ndërmjet Maqedonisë dhe Mbretërisë së Jordanisë. Është konkludimi nga takimi i presidentit Gjorgje Ivanov me mbretin e Jordanisë Abdullahu Idit, të mbajtur në margjina të sesionit të 71 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Nevojitet këmbim më i shpeshtë i vizitave në të gjitha nivelet, të punojmë në avancimin e kornizës juridike, e cila do të krijojë kushte për bashkëpunim më të madh në të gjitha sferat e interesit të përbashkëta të popujve të dyja shteteve, theksoi presidenti Ivanov, duke potencuar se me intensifikimin e dialogut politik dhe konteksteve në të gjitha nivelet mund të shpresojmë në bashkëpunim të rritur bilateral, posaçërisht në sferën e ekonomisë, kombinimit tregtar dhe sigurisë. Lidhur me krizën e emigrantëve dhe refugjatëve, presidenti Ivanov dhe mbreti Abdullahu e konstatuan domosdoshmërinë e një përgjigje gjithëpërfshirëse. Për të, parakusht së cilës fillimisht nevojitet ndërprerja urgjente e zjarrit, paqja dhe stabiliteti në vatrat e luftës në lindjes së afërt. Në ato kontekst, mbreti Abdullahu Idit i informoi Ivanovin për gjendjen aktuale në Jordani, ku për momentin një numër i madh i refugjatëve kryesisht nga Syria për nismat e tij për te kalimin e kësaj krize, si dhe për mënyrat e përballjes me katastrofën humanitare me të cilat përballet shteti i tij. Ne jemi të përcaktuar për të qenë faktor për paqe të qëndrueshme dhe stabilitet në rajonin ton, theksoi mbreti jordanes. Dy bashkëbiseduesit, siç kumtoi kabineti Jovanović, shprehun gatishmërinë për bashkëpunim të motuqeshëm dhe mbështetje në planin multilateral. Në korrik të këtij viti, neto rroga e paguar mesatare për të punësuarit arrin 22.334 denar dhe është për 2.2% më e lartë në krahasim me muajin e njëjtë të vitit të kaluar, ndërsa 1.6% e të punësuarve as pak nuk kanë marrë rroga. Në korrik të këtij viti, neto rroga e paguar mesatare për të punësuarit arrin 22.334 denar dhe është për 2.2% më e lartë në krahasim me muajin e njëjtë të vitit të kaluar, ndërsa 1.6% e të punësuarve as pak nuk kanë marrur rroga. Sipas të dhënave të entit shtetëror të statistikave, rritja i referohet neto rrogës së paguar mesatare mujore për të punësuarit në sektorin ndërtimtari për 9%, veprimtari administrative dhe ndihmës shërbyese 6.7% dhe informata dhe komunikime për 6.2%. Rritja e neto rrogës së paguar mesatare mujore për të punësuarit në krahasim me muajin e kaluar është vërejtur në sektorin e tregtisë me shumicë dhe tregtisë me pakicë. Përmirësimi i automjeteve motorizuare dhe motocikletave prej 3.6%, industri përpunuese prej 3.4% dhe veprimtaria administrative dhe ndihmës shërbyese 1.8%. Ndërkaq bruto rroga mujore e paguar për të punësuarit në korrik të këtij viti është më e lartë se 2.2% në krahasim me korrikun e vitit 2015. Rritja është rezultati i bruto rrogës mesatare mujore të paguar për të punësuarit në sektorin ndërtimtari për 1.9%, veprimtari administrative dhe ndihmës shërbyese 6.4%, bujqësi, pilltari dhe peshkatari për 6.2%. Rritja e bruto rrogës mesatare mujore të paguar për të punësuarit në krahasim me muajt e kaluar është vërejtur në sektorin tregtimi me shumicë dhe tregtimi me pakicë. Ministri grek i punëve të jashtme Nikos Kocias të premte në New York do të takohet me ndërmjetësuesin e Kombeve të Bashkuara në kontekstin për emrin me qunimitës. Ministri i punëve të jashtme të Greqisë Kocias në New York do të takohet me Nimitz. Ministri grek i punëve të jashtme Nikos Kocias të premte në New York do të takohet me ndërmjetësuesin e Kombeve të Bashkuara në kontestin për emrin me qunë Nimitz. Këtë e njoftoi televizioni shtetëror grek duke ju referuar burimeve të Ministrisë greke të punëve të jashtme. Sipas burimeve të njëjta, nga takimi nuk pritet diçka e rëndësishme, ndërsa do të bisetohet edhe për siç theksojnë problemet politike në Shkup. Nëse nuk stabilizohet gjendja dhe nëse nuk formohet qeveri, vendi i fqinjur, nuk mund të kemi bashkëbisedues që të ketë progres në çështje të tilla, e citon deklaratën e burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Greqisë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka insistuar se diplomacia është mënyra e vetme për t'i dhënë fund konfliktit 5 vjeçar në Siri. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka insistuar se diplomacia është mënyra e vetme për t'i dhënë fund konfliktit 5 vjeçar në Siri. Nuk ka fitore përfundimtare ushtarake për të fituar. Ne duhet të ndjekim punën e vështirë të diplomacisë me qëllim që të ndalim luftën dhe të ndihmojmë ata që kanë nevojë, ka thënë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama në fjalimin e tij në Kombet e Bashkuara. Komentet e presidentit amerikan vijnë disa orë pasi ushtria siriane deklaroi se anëpushimi ka përfunduar dhe pas sulmit mbi kanvojët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të cilat po tentonin të dërgonin ndihmë tek qytetarët e Alepos. Siria dhe Rusia kanë mohuar se kanë sulmuar konvojët. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka insistuar se marrëveshja e armëpushimit mund të përtrihet. Marrëveshja e armëpushimit nuk ka vdekur, tha Kerry, pas takimit që pati në New York me grupin ndërkombëtar për mbështetje të Sirisë. Përfaqësuesja e Kosovës nuk do të jetë e kompletuar me ndeshjen me Kroacinë dhe Ukrainën, që do të luhet në muajin e ardhshëm. Skuadra e Albert Bonjakut do të jetë e hendikepuar për 3 futbollistë për duelin e 6 tetorit, e cila do të zhvillohet në Lori Boriç në Shkodër. Ndeshja Kosovë-Kroaci, Kosova me 3 mungesa. Përfaqësuesja e Kosovës nuk do të jetë e kompletuar për ndeshjen me Kroacinë dhe Ukrainën që do të luhet muajin e ardhshëm. Skuadra e Albert Bonjakut do të jetë e hendikepuar për 3 futbollistë për duelin e 6 tetorit, e cila do të zhvillohet në Lori Boriçi të Shkodrës. Lajmin e ka bërë të ditur për zërin përzgjedhësi i përfaqësuesis Albert Bonjaku, i cili megjithatë po mundohet që mungesën e këtyre futbollistëve ta plotësojnë me alternativat që kanë në dispozicion. Ndaj Kroacisë do të na mungoj Erton Fejzullahu, Loret Sadiku dhe Ilir Berisha, ka thënë trajneri kosovar. Ndër të tjerat, ai ka dhënë një lajm të mirë, besoj se Enis Alushi mund të jetë në dispozicion për ndeshjen me kroatët dhe ukrainasit, ka nënvizuar trajneri. Për ndeshjet me Kroacinë dhe Ukrainën nuk ka vetëm lajme të këqija. Kjo pasi Kosova në këtë ndeshje do të mund të llogarisë edhe në super sulmuesit Besar Berisha, i cili vendosi t'i thot po Kosovës, por që nuk mundi ta ndihmonte në ndeshjen me Finlandën. Ndërkaq skuadrën kosovare mund ta ndihmojë edhe Arbër Zendeli, Adhe Nohiu, nëse e kompleton dokumentacionin e tij. Nuk përjashtohet mundësia që edhe njëjtë futbollisti tjetër të zbresë në fushën e 2 duelet e rëndësishme të tetorit. Moti sot në mbarvendin ishte i qetë dhe me diell, i shoqëruar edhe me vranësira lokale. Temperatura gjatë paraditës lëvizën nga 15 deri më 19 gradë Celsius, ndërsa gjatë ditës temperaturat ishin nga 23 deri më 27 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, me informacionin e fundit mbi motin, po e përmbyllim këtë edicion lajmesh. Ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për ju. Ju falenderit për vëmendjen, natën e mirë.